do të pas vëzhgimin e vazhdueshëm të Allahut parasysh. Allah Azza wa Jalla në ajetet Alam ya'lam bi anna Allaha yara. A nuk është të e ditë se Allah është të e pa. Turpi prej Allahut do të më qenë shkak elementar për largimin dhe distancimin prej atij gjunahi. E dyta gjë, gjitha jetët që Zoti Dhul Xhelal flet për pendimin, flet për një pendim që largohet prej gjunahit. Jo një pendim që vazhdon gjunah. Allah Azza wa Jalla thotë: "Ghafiru dhanb, qabilu tawb, shadidul iqab." Pranues i falës i gjunahit, pranues i pendimit është Allah, por njëkohësisht është edhe ndëshkues i rrept. Ndaj na pedim sigurt se e bëm gjunahin, po sim sigurt të pendimi. Për shembull, nëse e këshyrëm surën Jusuf, vëllezërit e Jusufit a.s. thanë: "Wa takunu min ba'dihi min as-salihin." Bënë ju këtë gjuna mbet në Jusufin e pastaj keni më bu burrat mirë. Sa i zgjati mos pendimi? Disa dietar thonë 80 vjet. Pra 80 vjet ose disa 40 kështu më radh, po shumë ju ka zgjat pendimi i tyre. Ndaj mund me bëni një gjuna, po kush nuk mund me të garantu se mund me pendu prej tij. Sa ka njerëz vëllai që kanë probleme me shikimin haram, që 10 vjet, 20 vjet, nuk mund e lën. Edhe pse mundohet, nuk mund e lën. Pse? Vetëm e gjë është përsëritja e atij gjuna. Ose ka probleme me ndonjë gjuna tjetër të caktuar, me duhanin, pirjen e alkoolit. Zemra ka qef shumë për me lanë kë, po vazhdon përsëri. Vazhdimi në vepër është rrezik që ta mbyll pendimin, jo në aspektin të mbyll dyert të Allahut, po në aspektin që çdo gjuna e ka një kundër efekt. Dhe i kundër efekt ndikon mos stabilizim të imanit. Gjunahet e zemrës janë më të rënda se gjunahet e trupit, se sa dhimbjet e trupit, dhimbjet e gjunaheve prej zemrës. Por problemi që ndërsa ato nuk i ndijmë, ndërsa trupit i ndijmë, ndërsa ato reflektojnë sa herë për shembull na ndodh që Zoti na rujt nuk jem fare të koncentruar në namaz. Kjo për çka është? Si pasojë e gjunahit. Ose ndodh dikujt edhe me flenë këtë sabat, mos me dalë namaz, me falë në xhami nëse është i moshës madhore, gjenisë mashkullore. Rëndimi i organit më shumë se imani është çështje e mëkatimit. E kështu me radhë, pra ka pasoja që na nuk i vrejna, por asosieri nuk do të më thonë që po vazhdoj për bëjë dhe këtë gjuna e pastaj pëndona. Kjo është hile e shejtanit